Loja ka mbaruar, ka qenë loj, gjithçka që ka qenë loj, ka qenë bigu, ka qenë aty. Por, kur e quajmë reality show, nuk ka qenë 100% reality show, sepse kishtë qenë reality show i vërtet, une kur jam falur, edhe pse nuk më kanë qitë kamera edhe kur jam falur, ose kur kam pastru edhe WC-ja brenda. Më thënë, nuk është 100% realit që e transmetojnë. Por, në realitet, unë nuk e kam vijen e kuqe askujt. Dhe më thënë, mali me malin ka nevoj. Unë e them që Lëndrimi është një djalë shumë shëmbullor, është një artist shumë i mirë, është një djalë i mirë, me qenë se mus më ka përqy disa veshjet e ti edhe kam kundërshtu, por në realitet unë ja du shumë të mirë ati, a i ka potencial për me ecë edhe më shumë se është fani, është djalë i mirë, mu mas shumë ti që më ka përqyër, që kemi qenë 24 orë me atë, ka qenë diçka fenomenal, më ka përqyër shumë, por mu më duke që atin si e kam përshtypje Bigën, ose ato që ti rrinë me ato njerës, jashtë bas një 2 muja ata dalin këtë falcë. Bashkë me ata që kemi ndu që janë të këshi mbranda, jashtë mas 2-3 muaj kemi bo shumë shok. Po ndonjë emër specifik cilin ndoshta mundesh me ndohet, duke qenë që ndoshta keni qenë shumë banor aty edhe ke mujt ndoshta me pas një përshtypje për dikon? Vetëm se unë jam edhe fakultet vit 3 tash, edhe kam qenë edhe orkester me, kërkoj falje, kam qenë edhe orkester ka qenë orkester me mu, profesorin Derum dhe shumë i respektum nga ana ime, Stri Stafa, edhe ende kam profesor, po vllau i ti Arditi, cilin unë kam respektu shumë, po do video ku e kum pa tash, dryshe ka qenë me mu, anën ka folë dryshe, kishë nominu shumë, unë asë njerë nuk e kumë nominu, as atë, as Benitën, as Elionën, as Edin, as Tone, as Ludon. Që shenë raportet me ndoshta, na po i përmendim në disa emra që ti nuk i... Edhe unë për e them edhe njerë, unë nuk e kam vi kuqe as kënë, sepse unë personalisht, unë egzistoj para tyre, shumice e tyre, egzistoj si artist,